I nderuar e kryetari parlamentit Zoti Gashi, të nderuar drejtues të Vlenit, të nderuar deputet, ministra e funksionar, të dashur aktivist të forumit rinor dhe të forumit të gruas, të nderuar kandidat për kryetar komune dhe këshilltar, motra dhe vëllezër, qytetar të nderuar. Sonte, në përmbyllje të kësaj fushate, jemi mbledhur këtu, në sheshin e Tetovës, për të kremtuar këtë maraton të demokracisë dhe për të përmbyllur një kapitull të rëndësishëm elektoral, por edhe për të shprehur mbështetjen tonë për kryetarin e tanishëm dhe të ardhshëm të Tetovës, Bilal Kasami. Dhe kur kemi arritur në fund të kësaj fushate, sonte nuk jemi më këtu për të mbajtur fjalime që dëshmojmë se kush jemi ne, kush janë ata. Mendoj se kjo tashmë është e qartë dhe çfarëdo që të themi ne, nuk mund të shprehim më saktë se që ka thënë ata vetë me gojen e tyre. Prandaj unë sonte dua të përçoj vetëm 2 mesazhe dhe të bëj një thirrje. Mesazhi im I parë është se për herë të parë në historinë e demokracisë kemi pasur një fushat ku njëra palë ka folur për projektet të realizuara e të planifikuara të pushtetit lokal dhe ata jemi ne. Si dhe një palë tjetër që ka folur për folklorizma, por që nuk ka ofruar as edhe një argument konkret se çfarë kanë bërë në pushtetin lokal që e kanë pasur shumë vite dhe çfarë do të bënin nëse do ta fitonin përsëri ndonjë komunë. Ja filluan dhe përfunduan fushatën duke ofenduar e duke u shërbyer me emrat e banorëve të fermës së kafshëve. Andaj dallimi është I qartë dhe unë dua t'ju them që më 19 tetor të vlerësoni këtë dallim. Mesazhi I dytë ka të bëjë me Tetovën. Ne të gjithë jemi dëshmitar se njeriu I parë që seriozisht është marrë me punët e Tetovës në këtë 4 vjeçar është Bilal Kasami. Prandaj, tetovarët jo që kanë mundësi, por më shumë e kanë detyrim për veten e tyre e për familjet e tyre që të mbështesin Bilalin, sepse sot më shumë se fjala jon flet puna e tij. Unë jam I bindur se edhe një 4 vitet e ardhshme ai do jetë kujdestari dhe kryetari më I mirë I qytetit më të madh të shqiptarëve në vendin tonë. Ndërsa thirrja ime është që të diellën të kemi një ditë feste kur bashkë me familjet tona do të dalim të shprehim vullnetin ton të lirë, pas një presion e tension dhe do të votojmë për ata të cilëve ne u besojmë se do të na përfaqësojnë më së miri në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar. Për fund, duke ju falenderuar të gjithëve për këtë fushat dinjitoze dhe pak të gjatë, dua t'ju them se deri me 2028 nuk do të kemi zgjedhjet parlamentare, ashtu që ju do keni kohë të pushoni e ne do kemi kohë të punojmë. Ju falenderoj.